Të ndëruar vëllezër besimtar, të punosh për vendin tënd, të punosh për vatanin tënd, të kontribosh për atë dheun, për fenë, për shtetin, për familjen, për shoqërinë, për interesin e përgjithshëm është nder dhe privilegj. Por është edhe përgjegjësi fetare gjithsesi, sepse është në kuadër të asaj që Allah Azza wa Jall ka kërku prej njeriut. Kur Allah ju tha me laqeve, unë po dërgoj në tokë, po krijoj një njeri i cili do të jetë me këmbës, kontribon, ndërton, zhvillon dhe vendin përpara e çon. E kur është obligim të ndëruar vëllezër, atëherë duhet garojmë gjithë secili që të kontribuojmë më tepër dhe të punojmë më shumë. Zaten vlera e njeriu në këtë botë është so ai kalon gjurmë. Nektubu ma amilu wa atharahum. Allahu po thot, ne u shkruajmë vepra që i kanë punu dhe gjurmë që i kanë lanë. Cilat janë gjurmet tua? Ti dhe unë, nëse jo sot nesër kena me vdek, nesër në kuptim të asaj se shumë afër dita kur kemi me lanë këtë botë dhe ndoshta një pjesë e madhe dhe kanë muharru se kanë ekzistu dhe kanë jetu. Madje kanë muharru dhe prej venit të tyre. Pse? Sepse gjurmë nuk kalon. Sepse nuk figuron emri i tij, gjurma e tij, fërkemt e tij nuk janë askund. E Allahu po thot, u shkruajnë vepra që i bëni, namazin, agjerimin, zeqatin, këto janë të mira. Të janë vepra të mëdha, ibadetet të mëdha, adhurime të mëdha, madje janë barzat e fesë, por po pason ose po vazhdon ajeti edhe një pjesë shumë të rëndësishme, wa atharahum, dhe gjurmë që i kanë lënë. Ka disa njerëz dashur vëllezër që punojnë vepra, por krahas veprave ata lajnë edhe gjurmë. E njëra prej mënyra për me lënë gjurmë dashur vëllezër është me shërby vendit, me shërby atë dheut, me shërby vatanit, me lanë gjurmë të tua në këtë vend cilin ke jetu dhe ke punu dhe ke je zhvillu e kështu me radhë. E s'ka dëshim të ashtë se populli jonë ka lanë gjurmë të mëdha, ka bë përpjekje të mëdha, nga se jemi përballë me shekuj, me sundimtare armisht të ndryshëm. Dhe çdo herë ka pas përpjekje dashur vëllezër që me pavarësu, me shliru, me fitu të drejtën vetësimin në mënyrë që edhe ne sikurse popujt e tjerë këtu përreth ta kemi vendin e lirë. Andaj kontributi i bijve dhe bijave të këtij populli është i pamohueshëm me shekujt e dashur vëllezër besimtar. Me shekuj. Dhe ka vazhdu dhe vazhdon edhe më tutje dhe duhet të vazhdoj dashur vëllezër besimtar, nga se nëse ne ndalemi, nëse ne mjaftohemi, armiku nuk ndalet. Por duhet punojmë edhe më tutje që të shërbejmë këtij vendi, të shërbejmë këtij vatani, që i shërbyen të parët tanë. Në mesin e shumë atyre figura dashur vëllezër që i shërbyen këtij vendi, cilat janë figura të shënuara lartë në historinë e popullit tonë shqiptar,
janë edhe me qindra hoxhallar, ulema, hafizullar, mualima dhe dietar të popullit tonë shqiptar. Dhe jo si kontribues të thjesht, ka marrë pjesë që atje me një pushk. Jo, janë gjithmonë elita e atyre që ju kam pri proceseve për me formu, për me rujtë, për me mbarvajt vendin dhe shtetin tonë. Me vjetra. Hoxhallar, lidhja e Prizrenit në xhamin Bayrakli. Shumica dërmuese për i tyre pjesëmarrësve musliman pa dyshim, e në mesin e tyre dhe shumë hoxhallar. Ata që shpallën fatvan që dhanë ulema, muderriza, ata që alfabetin e shënuan, ulema, muderriza, hafuzlar, hoxhallar. Ata që karshi ose përballë armikut, pushkën nuk e lëshuan, hoxhallar. Ata që komunizmit i rezistuan, hoxhallar. Mullaj Idris Gjilani, Hafiz Ali Korça prej figurave të njohura, sistem pas sistemi, armik pas armiku nuk u dërzuan. Dhe vazhdoi kontributi i hoxhallarëve, dashëllëzër dhe ulemave edhe në përpjekjen ose në luftën e fundit, madje edhe në formë institucionale. Bashkia Islame respektivisht medreseja Alaudin në Prishtinë, një vatër e dijes fetare dhe kombëtare në vitet e 90-ta shndrru një shtëpi ose një kuvend i popullit shqiptar të Kosovës. Kur poshtuesi i mbylli ose ua pamundësoj shqiptarëve që ishin shqiptarë të vërtet, marrin pjesë në për kuvendën në parlament, ata i hapën dyert ose medresën e gjetën si vend ku i majtën kongreset, takimet, kuvendet dhe prej ato edhe fillojnë ndoshta edhe themelimi i shumë lëvizjeve të cilat pastaj quan në pavarësinë e vendit. Kjo medresa që nesat përmojna me vitra, kjo medresa që kapejtat për atyre të vendit tonë, madje edhe profesor, që edhe sot vazhdojnë të akuzojnë si një shkollë që nuk ja dën të mirën shqiptaris. E kush ja dën të mirën shqiptaris? A ato figura komuniste që mendjet haloj kanë, zemrat i kanë të mbushura me komunizëm dhe janë mërzit që librezat ju kanë shku e shprehin në format të ndryshme. Kanë vazhdu hoxhallar dashur vëllezër besimtar me kontributin e tyre sikurse edhe e popullin përgjithësi në barë me shërby këtij vendi. Edhe para lufte, edhe pjesëmarrje aktive në luftë. Afër mbi 30 hoxhallar cilët e lanë minberin dhe shkuan e kapën pushkën. E mbyllën xhamin e dolën në luftë, një bashkuan u QK-s me 10 nxënës të medreses, nxënës të shkollave të mesme. Ata që morën pjesë ishin me qindra, por disa prej tyre patën fatin që edhe më ra shahid për vendin e tyre. E të tjerët i lanë studimet, erdhen prej vendeve të largëve të ashin duke studiu, e marrën pushkën, ju bashkan gjetën ushtrisë, e të tjerët i lanë gjurmët, duart, syt në luftë. Dhe jo vetëm kaq, por kontributi i hoxhallarëve nuk u ndal vetëm në pavarësimin e vendit dhe me fitimin e lirisë, por ai vazhdon edhe me tutje. Hoxhallarët janë ata të cilët pju bojnë ose pju prim proceseve të rëndësishme për me ruajt vendin dhe vatanin.
siç është ruajtja familjes. Ruajtja familjes është kauzë, e kemë për obligim ruajtja e rinisë. Dhe vazhdojnë edhe sot e tutje të japin kontribut të madh në forma të ndryshme, në arsim. S'po flasim për humanizëm dhe solidaritet. Janë bardhësit kryesor të projekteve humane në tokat shqiptare. Janë haxhallar. Janë haxhallar ata që shteti i au ka lakmi dhe ka dëshirë të bëjë marrëveshje bashkëpunimi. Nështë të filan hoxha në ndihmon me i marru disa shtëpi për gra dhe jetim dhe invalid që shteti është dashur për kujdes për ta. Janë haxhallarët ata që i prinë procesit të faljes të marresave, të vllavrasjeve e shqip haxhallarët janë ata që ju prinë këtyre punëve të mira për me rujtë njëri tjetrin, për me dashë njëri tjetrin, për me falë njëri tjetrin. Haxhallarët janë ata cilët po thrasin në mundësitë e tyre, larg dukurive negative, larg dukurive që shkatërrojnë vendin që është ndërtuar me gjak. Andaj dashur vëllezër, kontributi i haxhallarëve është i madh. Lista atyre cilët kontribuan dhe në histori ata u shënuan. Lista është e gjatë dhe si haxhallar edhe nga mësimet tona fetare që i kemi, nuk duhet shumë t'i përmendim veprat e mira që i bojmë, sepse ne duhet punojmë për hir të Allahut Azza wa Jall. Por ka tendenca të dashur vëllezër besimtar, ka tendenca në vazhdimsi që të minimizohet kontributi muslimanëve në përgjithësi e i haxhallarëve në veçanti, e me pas mundësi me mohue këtë kontributin e tyre dhe me mbush emrat dhe rrugët e tona me emrat të tjerë, e shumë herë me emrat që s'kan fare të bojnë me kontributin e këtë vend. Nisur nga kjo, kemi për obligim dashur vëllezër, edhe pse nuk ka shumë e pëlqyer fetarisht, që t'i shpalosim her pas here edhe këtë kontribut të madh që dhanë haxhallarët, ulemoja, dhe t'jetë një frymëzim edhe për ne gjeneratat e reja, se qysh duhet me punu për vend, për vatan, se qysh duhet me i lanë ka njëherë disa gjëra ndoshta dytësore për me bashku popullin dhe miletin, qysh vepruan haxhallarët e me parshëm në kudër dhe në ata që po veprojnë së ndoshta politikanët tonë që për interesat ngushta, për karik, për poste 4 vjeçare ose 2 vjeçare kanë nuk vizat ma shumë, po janë gjendje me përqa popullin, po janë gjendje me bo gjithë shka, vetëm me i fitu votat, jo me fitu shtetin. E haxhallarët, e prijatarët dhe jo haxhallarët e tjerë, do t'jenë frymëzim për neve, për gjeneratat e reja, qysh me punu dhe qysh vendin për para me qu, të mohohet kontributi i haxhallarëve për vendin, vatanin dhe adhejun ton, është që kurse të thuhet se diellin e këtë vend nuk ka shëndrit asnjëherë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.